إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, prej tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm tek ai mbështetemi dhe vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi ta devijojë, dhe atë që lën Allahu në devijim, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë posti. Si dhe salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta, sidomos në këtë ditë, ditën e Xuma, ja dedikojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur besimtarë, sikur që e dini, jemi në prag të muajit madhështor, të muajit të Ramazanit, muajit të adhurimit. Padyshim që muslimani duhet të përgatitet për këtë muaj. Këtë muaj duhet të parapri një planifikim, sikurse për çdo punë madhështore, për çdo projekt që kemi në jetën tonë, duhet ta parapri një planifikim. Ashtu edhe muaji madhështor i Ramazanit duhet që ta bëjmë një planifikim për këtë muaj. Ka ardhur në lutje, është përmendur, ku pejgamberi selam ka bërë dua që o Zot më mundso ta përjetoj Ramazanin. Po ashtu është përmendur kjo edhe nga sahabët, nga njerëzit e mirë, që e kanë lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu t'ia bëjë të mundshme ta përjetojnë Ramazanin dhe o Zot, pranoje Ramazanin prej neve. Jo veç agjerimin, por pranoje muajin Ramazan me gjitha veprimet që do t'i bëjmë. Është rëndësishme së veçantë përjetimi i Ramazanit. Tek ulemat e vjetër, nëse dikush e ka përjetuar Ramazan e pas Ramazanit ka vdek, disi kanë pasur një shpresë të madhe tek Allahu që ky njeri është xhenetli. E nëse dikush ka vdek pak para Ramazanit, janë mërzit më shumë, sepse ai njeri nuk pat mundësi t'i përfitoj edhe sevapet e Ramazanit, sepse Ramazani i ndryshon dhe ndikon në llogarit e shpërblimeve tek Allahu subhanahu wa taala. E si mos të ndikoj Ramazani dhe agjerimi, kur Allahu subhanahu wa taala thot me një hadith kutsi, agjerimi është vetëm për mua dhe vetëm unë e shpërblej agjeruesin. E me sa do ta shpërblej Allahu azza wa jalla agjeruesin, nuk është përmend në shifra të sakta, por se ajo është në bujarinë e Allahut subhanahu wa taala, e Allahu azza wa jall kur t'jep dhe kur shpërblen shumë. Andaj vëllezër të dashur, përderisa po i afrohemi këtij muaji të bekuar të Allahut subhanahu wa taala, muajit të shet, muajit të Ramazanit, duhet që t'i bëjmë disa plane tona, çdo kush individualisht, se si me prit muajin e Ramazanit. Të përgatitemi psikikisht dhe shpirtërisht para se të përgatitemi fizikisht. Andaj që kur të futemi në muajin të Ramazanit, jo përgatitjet të fillojmë pastaj, pasi që jemi fut në muajin e Ramazanit, por para përgatitja duhet të bëhet që në këtë muaj. Andaj, e para që duhet të vëllezër të dashur, është niyeti që njeriu me i përcaktu objektivat e veta gjatë muajit të Ramazanit. Çka po dëshiron ti në muajin të Ramazanit? Si ke planifikuar ta shfrytëzosh këtë muaj të bekuar? Ndryshoje rutinën që 11 muaj që nga Ramazani i kaluar je në njëjtën rutinë.
çdo ditë punë, shtëpi, kafe, njëjtët punë je duke bërë që 11 muaj. Andaj, në këtë muaj, para se të hymë, ne duhet që ta ndryshojmë rutinën tonë. E para se me ndryshu rutinën, duhet që objektivat tona t'i kemi të qarta. Qëllimet tona t'i kemi të qarta se unë ku po du me arrit në muajin e Ramazanit dhe çka të përfitoj në fund të muajit të Ramazanit. E para o vëllezër të dashur, që asnjë musliman nuk duhet të anashkaloj, është, përderisa e dim që muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit, duhet që çdo kush ta bëj niyet, ta bëj hat me Kuranin, ta lexoj komplet Kuranin në muajin e Ramazanit. Nëse nuk din arabisht, mësoj i shkronjat nga tash që kur të futesh në Ramazan ta lexosh Kuranin arabisht. E nëse nuk i ke arrit atë, më së paku lexoje në gjuhën shqipe në Ramazan, përfundoje leximin e Kuranit komplet në muajin e Ramazanit. E dyta, nga tash fillo me teube dhe istighfar, kërkim falje pe Allahu subhanahu wa taala. O Zot, kam pas shumë mëkate, mi fal o Allah mëkatet e mia të kaluara që i kam vepruar dhe më mundso që kur të futem në Ramazan të futem pa mëkate. E treta, ky muaj duhet të jetë çdo kush si një shkëndi për punët e mira. Nëse kemi pasur gabime dhe lëshime, të futemi në këtë muaj duke i larguar edhe ato gabimet tona. Duke i larguar ato lëshimet tona. E pesta, e katërta vëllezër të dashur, duhet ta dim që në këtë muaj shpërblimet shtohen dhe shumë fishohen tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe e pesta, ti përmirësojmë raportet me çdo këtë tjetër. Nëse nuk kam pas sjellje të mirë, nëse kam pas hidhrime me dikë, ti përmirësojmë raportet para se të hyjmë në muajin e Ramazanit. Dhe e gjashta, të veprojmë punë të hajrit, punë të mira, punë bamirësie në këtë muaj të Ramazanit, që të fitojmë sa më shumë shpërblime tek Allahu subhanahu wa taala. E gjitha këto vëllezër të dashur kanë nevojë që t'i vendosim në pika. Çdo kush me vetveten e tij ta bëj pra një plan program se unë kur të futem në Ramazan do të futem me këto pika. Para përgatitja duhet të filloj që nga tash. Vëllezër të dashur besimtar, më së miri që njeriu mund ta motivoj veten për muajin e Ramazanit është t'i lexoj ajetet të cilët kanë të bëjnë me muajin e Ramazanit dhe të lexoj libra apo fletushka apo të dëgjoj ligjërata në lidhje me shpërblimet që i jipen dhe që i përfiton robi në muajin e Ramazanit. Sepse nëse nuk dim mjaftueshëm për muajin e Ramazanit, edhe nuk do të motivohemi aq sa duhet. Andaj, duhet që paraprakisht të kemi një njohuri më të gjerë për këtë muaj dhe për bereqetin që i jipet në këtë muaj robit. Andaj, edhe padyshim që ne si besimtar, kur e dim këtë mirësi të Allahu subhanahu wa taala, çdo besimtar i cili është i lidhur me Allahun azza wa jall do të shpejtoj që ti përfitoj këto shpërblime nga Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall të na udhëzon në rrugën e drejtë, të na fal mëkatet e kulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salatu dhe selamet e dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Vëllezër të dashur besimtar, njeriu që para Ramazanit duhet të filloj
me përmirësimin e gjuhës së tij dhe fjalëve të tij. Të largohet nga ofendimi, nga sharja, nga fjalët e dyta, sepse kjo seriozisht e rrezikon agjeruesin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse besimtari, nëse agjeruesi nuk i lën fjalë të këqija, edhe gënjeshtën dhe mashtrimet, nuk ka nevojë Allahu azza wa jall për agjerimin e tij, që ai ta lër ushqimin edhe pijen për Allahun. Andaj, kështu që nëse dikush vepron këto gjëra gjatë muajit të Ramazanit, e humb sevapin e agjerimit. Vëllezër të dashur, ky muaj vjen prej Allahut subhanahu wa taala si shpëtim për besimtarët dhe lirim nga zjarri i xhehenemit. Allahu azza wa jall ka mujt që këtë obligim mos më na obligu neve, po të na lër neve sikur 11 muaj edhe këtë muaj të jemi ashtu sikur muaj tjerë, por jo. Allahu azza wa jall ka deshur që muslimani ta ripërtri vetveten e tij, imanin e tij, të ripërtri raportet, marrëdhëniet me Allahun subhanahu wa taala dhe të ripërtri raportet edhe me njerëz të tjerë. Për atë arsye i kemi disa rregulla strikte, sidomos në muajin e Ramazanit. Nëse njeriu në muajin e Ramazanit arrin që ta përmirësojë vetveten e tij për 30 ditë, ai do të arrijë që edhe për 11 muaj tjerë ta kontrollojë dhe ta balancojë vetveten e tij. Andaj vëllezër të dashur, plan programi për muajin e Ramazanit fillon që nga koha e syfyrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ngrënia e syfyrit në Ramazan për agjeruesin është të sjellë bereqet prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe plan programi fillon që nga ngrënia e syfyrit. Shpërblimi fillon me hajën e syfyrit. E pas syfyrit preferohet pas syfyrit që njerëzit agjeruesit të bëjnë istighfar, të thënë astaghfirullah sa më shumë. Deri në kohën e sabahit e pastaj me dal sabahin me fal me xhamat, përsëri do të shpërblehet prej Allahut subhanahu wa taala për ecin që ka bërë deri në xhami. E pas sabahit me bë dhikr, tesbih, me madhru Allahun subhanahu wa taala. E më pas me pushu pak edhe me ngrit me shku në punë. Nuk do të thotë Ramazani që njeriu me fletë mos më punu në Ramazan, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lavdruar atë njeri i cili fiton halal dhe harxhon për vetveten e tij nga ajo që ka fituar me duart e tij. Andaj ti me fitu me duart e tua dhe atë me shpenzu përsëri për familjen tënde. Ata që do të hanë iftar nga përfitimi yt, ti do të shpërblehesh tek Allahu subhanahu wa taala për këtë çështje. Po ashtu vëllezër të dashur, është prej sunetit që mos të neglizhohet 2 rekate namaz duha. E namazi duhas është pasi që të ngritet dielli, pra zbardhohet mirë edhe 2 rekate namaz. Dhe kjo vazhdon deri në kohën pak para drekës. 2, 4, 6 rekate mund t'i fal pra njeriu. E po ashtu, namazet tjera të jemi të përpikt, t'i falim edhe sunetet. Dhe pas çdo namazi, mundësisht të lexojmë më së paku nga 5 faqe Kur'an. Nëse lexojmë nga 5 faqe Kur'an, është fjala, pra të lexojmë nga 5 faqe Kur'an, ne do të arrijmë që ta përfundojmë edhe leximin e Kur'anit me përfundimin e muajit të Ramazanit. Andaj vëllezër të dashur, kërkohet prej neve angazhim, mos t'i neglizhojmë teravit, faljen e teravive. E mos të jetë synimi ynë që të hati iftari dhe pas iftari të dalim në për kafe edhe të humbim edhe shpërblimin e teravive. E sidomos namazi natës, mos të neglizhohet në shtëpi, namazi natës, mos të neglizhohet në ato xhamia ku falet namazi natës në 10 e fundit dhe mos të neglizhohen të varfërit ku çdo kush prej neve duhet ta ketë parasysh që në Ramazan të jep sadaka, t'i ndihmoj të varfërve, t'i ndihmoj atyre të cilët nuk kanë iftar, të shpërndaj iftare, të shpërndaj ndihma të lloj-llojshme
të jep sadaka në Ramazan, që Allahu Azza wa Jall të na pranoj agjerimin ton. E nëse ka mundësi çdo kush që çdo ditë, qoftë edhe nga 5 euro, me dhënë sadaka, le të jep çdo ditë sadaka nga 5 euro, se edhe ibadetet, pra sadakaja i përmirëson mangësitë që i kemi në ibadete dhe lëshimet që i kemi në muajin e Ramazanit. Pa të arsye është edhe sadakatul fitri, pa të arsye pra vinë këto shpërblime për besimtarin dhe po ashtu për atë nevojtarin. Elusim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na mundsojë të përjetojmë muajin e Ramazanit ashtu siç Allahu Azza wa Jall është i kënaqur dhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa aqimus salah. Inna salata tanha al-fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.